بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salavat dhe selam e dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre cilët e ndjekin udhëzimin e tij me mirësi deri në ditën e gjykimit. Dhe mas kësaj, pas falënderimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe salavatëve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë që na jena shumë mirënjohës për mikpritjen për Sheikh Abdullahut edhe xhamatit e tij. E lutem Allahun subhanahu wa taala që më shpërblyj Sheikhun me shpërblimet e veta edhe xhamatin. E lutem Allahun subhanahu wa taala që më forcon davet, me ashtu dijen Sheikhut, veprën me të, me bë ato e neve për sinqertëve. Allah subhanahu wa taala e forcoft edhe nismën e re që e ka marrë, i furnizoft për nga presin dhe për nga nuk e presin, u alecoft çështjet, u arrit ambicjet, edhe na bashkoft gjithë dhe bashk në xhenetet e tij. Vllazërin nderuar, para se me hyn temë, une nuk është që e meritur për me konë këtë, nga se na jena vetë zëndsdije. Mirë po është nderi dhe respekti i hoxhës edhe i krejt juve dhe i xhamatit për me na dhon mundësinë që me thonë ato që na ka mësua Allahu subhanahu wa taala. Allah na bof mirënjohës edhe na mundësof që me praktiku. Është mirë zakonisht para se me hin temë me përmend të pika me rëndësi. E para për tyne me cilën e kujtoj veten dhe juve vllazërin nderuar është se çështja e udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala nuk është në dorën tonë. Do të më mësu që mos me po të veten të fortë për shkak se jena këtë vend. Do të më mësu që me harru çdo vepër të mirë që mundu mu habit e mu mbështet vete tona e me menu që e kena meritu me konë këtë vend tash këtu. Krejt mirësia në fillim dhe mbarim i takon veç Allahut subhanahu wa taala. Edhe është veç ai i cili na ka udhëzu neve edhe ka bërë dashur për neve imanin. Edhe e ka zbukuru ato në zemrat tona. E shpesh herë njeri njët për me adit vlerën i pune e kujton shumë ato kur e merr vesh të kundërtën e kësaj. Për Allah subhanahu wa taala vllazni nuk u kon vështirë që me na kriju në kohën e Nuhit alayhis salam edhe mos mi besu në ati. Edhe me meritu tufonin edhe dënimin e Allahut. Për Allah subhanahu wa taala nuk u kon e vështirë që me na kriju në kohën e Ibrahimit alayhis salam e me kon bashkë me ata cilët kanë dosh me gjunë zjarr. Për Allah subhanahu wa taala nuk u kon vështirë me na kriju neve në kohën e Musait alayhis salam edhe me i lyp atina na zët tjetër pas Allahut pasi që e kishun po detin me sytun të uqo. Mirësia udhëzimit të më e madhe se sa që mundu me menuna. Ka se nuk ka diçka më të posën se kjo. Po është rrezik njëri me hup, nga se
shtetet e vetja vetë. Edhe veprat e mira cilat ja mundson Allahu me i bo, shpesh herë mund ndodh që njëri janis e menon veten si burr të mirë, edhe menon që ai e meriton udhëzimin deri në vdekje. E që është ashtë ma serioze se kjo. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala për neve nuk lypna me e po veten tonë, po lyp me kon falenderus ndaj tij se mirësit për ti vinë. Që shtatë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa la in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni minjës ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, na ja ushtojna juve të mirat. Po nuk unolla Allahu subhanahu wa ta'ala këtë. Po e ka vazhdu fjalën e tij duke thonë wa la in kafartum fa inna adhabi lashadid. Nëse jeni mohues, atëherë vërtet që dënimi jam është i dhëmshëm. E njëri ka njëherë din me po para veti diçka të mirë ma shumë se sa udhëzimi. E këto e kujtoj vetin edhe juve që mos toleroni me po njëtin të juve diçka më të rëndësishme. Ka se jeta e kësaj bote është kalimtore. Edhe veni ku kqyr Allah subhanahu wa taala aty ka thonë pejgamberi sa se mos zemra. E do të me pos tërp që me kqyr Allah në zemrat tona, edhe me po që kohën zemrat tona diçka ma doshne se sa udhëzimi i tij. Kjo muslimonit nuk i përket. Pas kësoj, para hyrjes time kujtoj veten edhe juve me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili vërtet është madhështor për çdo të bim, edhe për çdo mbledhim ku mbledhen musliman të. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith sakt ka thonë: Inna hawla al-arshi manabir min an-nur. Vërtet që rreth orshit Allahut subhanahu wa ta'ala ka vendqëndrime prej drite. Fiha qaumun libasuhum nur. Në këto vendqëndrime ka njerëz që rrobat e tyre bojnë dritë. Wa wujuhuhum nur. Edhe ftyrat e tyre bojnë dritë. Veç që kjo pjesa hadithit me konë deri këtë, kish me aftu që me vetë na kush janë këta njerëz. Ofër orshit Allahut, rrobat për drite, ftyrat për drite, është e mjaftueshme për muslimonin që me vetë kush janë këta. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë hadith një shtojc madhështore, cilën o mirë me përmend spoku mja kujtu vetit para çdo të bime vllazni. Ajo është yaghbituhumul nabiyuna wa shuhada. Që ty në njerëzve u a kanë lakmi pejgambert e Allahut, që ta që i përmenu na, Ademi a.s. Ibrahimi a.s. që për to Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bo zjorin e ftëftë dhe shpëtim. Musa a.s. që ka që Allahu detin për të, edhe rënë pejgambert e Allahut ja kanë xhelozi këtyre njerëzve, xhelozi pozitive, për shkak kësaj pozitës madhështore. Edhe shahidat me ta. Pro kjo jep me në kuptu që kjo shkollë nuk e vogël. Por që ata dhe kanë thonë sahabët radiallahu anhum, sifhum lana ya Rasulullah. Përshkruaj ti neve ata i dërgumi Allahut. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta njerëz i ka përmend 3 cilësi që i kanë. As 2, as 4. Po i kanë 3 cilësi. E para për tyne është ajo i cila inshallah na ka të bu këtë vend. Ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el mutahabuna fillah.
janë ata cilë duhen për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra para se më janis mi gjet të meta vllotën musliman, që të përpara dashni dhe Allah subhanahu wa taala dhe dije që me që dashni ta kanë lakmi pejgamber të Allahut. E dyta, el mutajalisune fillah, janë ata të cilët ulen për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allah na bof për tyne, se është mirësia e tij që na ka të punë këtë vend. Edhe e treta është el mutazawirune fillah, janë ata të cilët vizitojnë me zveti për hir të Allahut subhanahu wa taala. E që kjo dashnia për hir të Allahut azza wa jall, që me nxit njëri tjetrin vepra të mira, edhe me motivu, do të mja dit vlerën. Nga se si jeni të njoftum, tema është shtimi i motivimit. Nga se edhe këtë libri Allahut subhanahu wa taala, Kur'ani, metodën që ka përdorur Allahu subhanahu wa taala për krijesat e tij që i ka thirr për xhenetet e tij, edhe i ka ndaluar për mos me kon ata banor zjarrit, krejt është inkurajim edhe kërcenim. E që këto të dyja të bashk lidhen me motivimin. Nga se nuk mundet trupi me kry një vepër të mirë pa koni motivum. Pas nuk mundet me lon një vepër e cila është ndalume pa koni motivum. Duke hin tim është një dobi shumë e madhe që sillen dietarët, për arsye se gjendjet e robit në jetën e kësaj bote ndrojnë shumë vllazni. Nuk është njëri gjithmonë konstant në një gjendje. E duke di që nuk është në një gjendje, duhet me kujtu fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku ka thonë: "Wala taqifu ma laysa laka bihi ilm." Mos ju qas te asoj për cilën s'ki dije. Se njëri ka njëherë e merr një punë shablon, e menon që do të me ecë me të gjithë, a nuk e din që varësisht për gjendjes që është, do të me ditë e me dol me këshyrë qatë punë prej kondit që e knoqë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo prej kondit që ai dën, po prej kondit që kërkohet prej tij. Që ata ka thonë Allahu mos ju qas, se qosja, nëse është e mirë fillt, para çështjeve jetës kësaj bote, atër shpresohet inshallah që përfundimi është i mirë. Nga se ju ka qos muslimoni gjonave, ashtu si s'ka dosht Allahu, e t'ju shka mësu pejgamberi sasem. Mirë po nëse qosja për fillim është e gabume, atëherë rreziku për devijim është i madh. Nga se është jashtë asoj cilën e knoqë Allahu, edhe jashtë asoj me cilën e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dietarët thujnë një fjalë shumë madhështore vllazni. E është mirë me kujtu këto edhe ja vlim për qitë punë, o në mas pori kësoj dobi akun po hojrin shumë njëtën tem. Po ja vlim qëto me mojt men kitë këshilë. Thujnë, wala budda lil insani en yalqa thamaniya. Nuk ka mundësi veç se njëri njëtën e kësaj bote ka mu taku me 8 gjona. Nuk ka mundësi, se cilë për njëve këtë është njënë për këtyne 8 gjendjeve. Edhe krejt jetë e rrubit cilët rrëth këtyne 8 gjendjeve, nuk mund del jashtë. Po nëse cilën për tyne vynë motivimi, vynë që kjo qosja që me po qitë punë para teje me cilën jetë u përbol njëtën e kësaj bote, që është dënë Allahu subhanahu wa taala edhe që është ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dytë porat janë thënë dietarët, sururun wa huznun. Është gëzimi edhe pikëllimi. Wa ijtima'un wa furqatun. Bashkimi edhe ndomja. Wa yusrun wa usrun. Lehtësimi edhe vështirësia. Thumma suqmun
wa afia. Masanina, smundja edhe mirëqenia. Që të jenë 8 gjendjet e robët njëtën e kësaj bote që s'mund del jashtyne. Po jetën e kalon mbrana këtyne 8 gjendjeve. E tash lyp trajtim të puna e motivimit që të 8 gjendje kur ka përcen në robi, qysh duhet me u qosë që ashtë që me e kënoqë Allahun subhanahu wa ta'ala edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E me hitet a eshte vëllazin ke zgotë shumë. Po janë 2 pika për mbledhse shumë e rëndësi me cilat robi e afron kuptimin e këtyre gjëra. E pora është në gëzimin e tina robi, në hidhërimin e tina, në smundjen e tina, mirëqenien e tina, u bënën kotra, në lehtësimin e ti, në vështirësinë e ti, në gjendjet cilat ka lënë, do të me pos parim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë ajaban li emri l-mu'min. Është për mu mahnit ose për mu çudit me gjendjen e besimtarit. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam puna e tij krejt o hajër. Pro në cilën do gjendje që ka përcen në robi, kur është musliman edhe besimtar krejt o hajër për të. Nëse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me godit diçka që e gëzon, shakar, është rëb falenderus, e falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala. Kur e ka po oshja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që u lodh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të fol namaz note shumë, edhe të e di që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka fol gjinohet, që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh ju ka qosë, qëre qosë e vllazni. Edhe pse u konë komplet i fokusum një ibadet, qosja e ti është shembull për neve, se është mësuesi jonë më i miri. Ka thonë e fele e kunu abden shakura. I ka thonë a mos me konun e rëb falenderus dhe Allahut, se këty tash që shë përmen i bënkaimi Allah më shiruf. Allah na mësuf me përfitu për librave ti. Edhe më spritani e vllazë në kujtej vetin edhe juve me e lutë Allahun fort që me na e bo pasasht të unë me furnizu me dine i bënkaimit. Allah i bof pasasht të unë si kër i bënkaimi rahimahullah. Se o vllazni, Allah subhanahu wa ta'ala është ta i cili i ka dallu dhe për djetovre në met me do dyrë që rollë gjonë të dikush tjetër. Se ajtë kalëzën halo pa mri të një punë të caktume, qoftë e mirë, qoftë e keqe, të kalëzën të që kjo është hopu i porë. Nëse tehin që të hapë, që atje kime gjithë vetën. Halo pa hitë kalëzën. Nëse e ke bo që të hapë vogël që të, kime gjithë vetën që të haram. Halo pa hitë kalëzën. E këta djetorë në metë janë shumë të rollë, nuk janë të shumët, se janë rabbeni jim, që ka përmen Allah në Koran, janë edukus, nuk kanë veç një hëri, po i din që është ja shkoll, groda, qysh me mritë një vepër e mirë, edhe qysh mu largu për një harami. E kjo e përmen që gjatë gjithë qytyne, Ibn Qayyim rahimullah, qytyne 8 gjendjeve të veta që ka robi, do të me ditë se gjithë e ko për bollë veti, shejtonën si armi kryesor. To nuk bën me harru. Inna shejtane lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Me të vërtetë që shejtoni thot Allahu subhanahu wa taala për juve është armik, andaj merrni për armik. E pejgamberi sa sem kur ka boj ibadet shumë, cila është vesi i shejtonit? Vesi i shejtonit është për me ta ul ty motivin, mos me vazhdu ti me vepra të mira, thot po ti bëll po folesh. Po ti mjaftu shumë jetë dhon sadako. Po ti mjaftu shumë jetë agjëru. Po mjaftu shumë. E pejgamberi sa se me kanë nxit veten për me vazhdu vepra të mira, edhe pse Allah ka rupi gjinohem, me falenderim ndaj Allah subhanahu wa taala. Kështu që sa herë që rupi
e shet që Allahu subhanahu wa taala ja ka hop dyrt e mirësive dhe të ibadetit, ai e nxit veten, e shton motivin e vet, tu e i thon veti e fela e kunu abden shakura. A mos me konë në rëb falenderus? E ke fol namazin e sabot së xhami me xhamat. Mos thuj ke bëll se për qitjov nisa s'po shkoj me fol. Qitohet në shejtani. Së është të thonë bëll te veprat e mira. Ajo qose që duhesh me posti që e knoq Allahun është, a mos me konë në rëb falenderus, për diri sa Allah së të ma mëndësej pësën e nisra s'dal. Ku të ma mëndësan Allah nisra, pësën e mas nisra s'dal. Pro nuk dët se kjo betej, e në betej nuk dët me i po gjonat ku të luftën me armikun si aj se hup. Mi u qos gjonave, si kur shejtoni e hupën betejën, po dët mi u qos si kur pejgamberi sasem, për me fitu betejën. Kjo është çështja e porë. Një badet e vllazni, parimi për motivim është e fele e kunu abden shakura. Me mojt men. Qysh mos me konë në rëb falenderus. Edhe me shtojnë nëzit veten edhe nuk duket bëll kur që po bën vepra të mira. Edhe në push si cytje të shejtonit. Tash është çështja tjetër, cila është qysh do të me pos qosin që e përmeni Ibn Qayyimi rahimahullah tek çështja e gjinohët, tek veprat e mira morën vesh, që do të me konë rëb falenderus për mos mu nol të i bo atu. Tash qysh do të me nol veten besimtori për mos me ron gjina. E kjo i ko dy pika, shumë me rëndësi. E pora është për me marrë vesh, mas por e këqyra në mi kjo që ka po dënë, para gjenohet. Shejtoni që ka dënë? Dënë li ju zejjin e lekum, dënë që juve mja u zbukuru të këqijat, që ty a i prek më të vty. A i dënë që ti mës me po të keqen të keqe, po a i dënë që ti me po të keqen ndrysh për asoj që në realitet. E për me sisoj, tani dënë me thonë ty që normale është nëse bjen to, se sështë që ka që ki që so po menën. E ehli suneti wal jamaa, cila është akidja ty në para gjenohet, e duhet me kujtu vetin me emrat e Allahut subhanahu wa taala që ndëshkën para gjenohet, para kujfeve të Allahut subhanahu wa taala, mos i fal veti për rahmet Allahut. Se o qosë e gabume. Këto e dënë shejtoni që ti mi thonë vetit hajtë se Allahun fole me roku s'dët. Po ti duhesh mi thonë vetit Allahu subhanahu wa taala është dëshkus. E ka përgadit zormën e xhehenemit. Që shi lexoj hoxha, Allahu shpërbleft ajetin surën Qaf, që xhehenemi thot a ka halo ma shumë, ku ti thot Allah e mush. Mos u tut që s'kova për nive në xhehenem. Mja mojt na ka xhehenemi ketve në nëzanë. Po nuk dët me pos këtë direktivna. E shejtoni vjen e zbut që të otën. Edhe e zbukërën për me rotin të. E akidja e saktër se Allah subhanahu wa taala është dëshkus, dët me pos kujdes, miru kufit e Allah. Kur vjen tash mas gjynojt gjendja tjetër, nëse veç ka robe, e se cili për rovë është gjunashor. Edhe se cili për ty në ka bën. Cila është orma që përdur shejtoni, që tash shejtoni, kur a i vetë njerë të shtënë thëtë Allahu është tim sheshëm, kur të bjen tani të njënat thëtë, Allahu dënën. Allahu ka me dëshku. Vetë qënë që atë, vetë tani thëtë Allahu në dëshkan. Allahu dënën, mas si të shtënë njerë me ro. Pse? Motivi o vllazni. Dënë me ullë motivin, se e din, që shka thoni Ibn Qayyimi, rahimahullah, kur gjë nuk ko ma të knose për shejtonin, se sa një rëb i piklum që është. Se pe ati që është i piklum nuk ko produktivitet. Nuk mundet me bo dikush për tjertë, kur vetë halon nuk i ka përcy fosa që do të mi ka përcy. Allah na mund suft. E qosja e ehli sunetit, masi që ka ro rube, gjëna që tash i full për rahmet.
vetit, kundërtën e shejtanit. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj, o robët e mi, cilët e keni tepruar me gjinoha, jenë romo këta. U po gabimi, Allahu thotë robi jam të dësh me pas qosje tjetër tash për asoj që dën shejtani. Nuk dësh mi thon vetit Allahu s'un fol, tash dësh mi fol vetit pozitivisht. Edhe pos bine të Allah subhanahu wa ta'ala se a i folë edhe mëshirën. E kështu në lidhet edhe me gjendje tjera në për cilat kalën robi. Në gzim, piklim, smundje, shëndet, vështirësi, lehtësi, bashkimdorje. Çdo e mirë që të vjen, pse veten më gëzu tamam sa dohet. Se tani kur ndodh diçka që dëm piklu është fort, e rrin balons mes tyre dyja. Falenderon Allahun për mirësi, edhe e mol motivin me vazhdu në vepra të mira, të i thon veti e fele e kunu abden shekura. A mos me konë në rëb falenderus, se nuk është merita jun që Allah në e mëse vepra të mira. Ndërsa kur ndodh e gabimi jun, e metja jun, edhe bina aty ku zën Allahu me na po, nuk i folun veti për ndëshkimin e Allahut, se kështu dën shejtani. Po jena pe aty në cilët e kujtuna se Allahu neve na ka thirrë rëbët e mi, ka thonë. As gjynaqor s'ka thonë kita jetë. Ka thonë thuj rëbëve të mi, apet rëbë i Allahut mit. Mos e hopni shpresën mëshirën e Allahut. Po jo mu këthy prap me vetdije nat gjyna dhe nat mëkat. Edhe përfundimisht është një këshill me cilën e kujtoj vetin dhe juve vllazni, është jashtë temës. Mirë po të e po veten që mas polo në kom nevoj për të, po e shohim të nevojshme për ton për neve, është një ngjarje e cila ndëlidhet me një prej fitneve që është përhop këtë ku shumë. Ajo fitne vllazni është mos m'ja dit vlerën njerëzve dijes. Edhe me elshu gjuhën ndaj tyne. Kjo vllazni nderuar është shumë e rrezikshme. Edhe mjaftën si fjalë për dietorëve se njëri i cili e lëshon gjuhën ndaj atyre cilët Allah subhanahu wa ta'ala ja u ka hop gjuksat, ja u ka mush gjuksat me dije me Kur'an edhe me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe janë kuptim të saktë sipas selefit, edhe në nënçmojnë ata, i përbuzin ata, edhe kështu me radhë, gjosat janë shumë dhoja që në qatë gjuhë që i lëndën njerëz të dijes, është e vështirë më bo bashkë kjo edhe shahadetin qoset e vdekjes. Në qatë gjuhë që bëhet shprehi për me fol, me i fy, me nënçmu, mos me adit vlerë njerëzve dijes, është problem më bo bashkë sa gjuhë edhe çështja e shahadetit momentit e vdekjes Allahu na rujt. E një për shembujve këtij është vetë një prej dietorëve të Yemenit, ku është kallëzu për të që Allah subhanahu wa ta'ala edhe dietorë kon vllazni. As nuk u kon zënës dije, po dije të thellë. Po është tregu për të që ka norë për shumë onëve kanë morë dije të ajë, muslimant. Edhe ka posë shumë libra të shkrume. Mirë po, kur i ka orë vdekja Allah na rujt, është tregu për të që gjuha e ati është në zi. Edhe nuk treguhet për të që e ka shqiptu shahadetin, me gjithë dijen që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë. E kur është pyet bashkëshortja e tij, edhe nxoncat e tij tafërt, të dytin u kon përgjigje e njëjtë. Për dy onëve kanë thonë kana yat'anu fi Imam an-Nawawi rahimahullah. U kon që e ka fy edhe Allah na rujt, ka thonë gjona jo të mira për Imam Nawawiun, Allah më shiroft.
Pe kësoj punë e vllazni kërkush nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet Allahu t'i takojnë shembull më të me këto për përmbyllëm. Dashnia e bobës me vlodin e vet, kur dikush e ka prek e vlodin e tina, nuk ka mundësi vetë se çdo bobë zemërohet. Me ato i cili është i bo zullum dhe pa drejtësi djalit vet. Për shkak dashnisë mollë që e ka ndaj djalit. Dashnia vllazni e Allahut subhanahu wa taala, atij takojnë shembull më të nalt. Shprehje nuk vjen më krahasu dashnia e Allahut ndaj njerëzve dijes e bobës me birin, kur nuk janë barabartë. Se Allahu subhanahu wa taala ka treguar që ata që ja kanë frikën atij janë dietorët, dhe ata janë doshnit e Allahut. E nuk mundet dikush me shqiptu fjalën që e dën Allahu momentet e vdekjes, tu mos ja ditë vlerën atyre cilët i dën Allahu. Për mbletas, na falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, edhe përzemërsisht edhe Sheikh Abdullahun, Allahu e rujt, e ashtu ftjetën dobi të umetit të muslimanëve, edhe xhamatit tij, Allahu subhanahu wa taala e hop dy të mirësive, edhe i përmenum çështjen e shtimit motivit te gjendjet në për cilat robi ka lënë, tek veprat e mira, duhet me kujtu fjalën e pejgamberit sa që me kon Rabb minjas, e tek gjunohet kur robi bjen tu, duhet me motivu veten me ajetin ku Allah subhanahu wa taala na ka thirrë dhe na ka thonë: thuj Rabb vetmi që mos të hupin shpresën mëshirën Allah subhanahu wa taala. Allahu shpërblen të mira për dëgjimin dhe durimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله يجزيك الخير اللي صبرك شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك. وياكم.